Vazhdojmë me 8 kandidatët e rinj që do t'jenë pjesë e garës për të fituar premion e madhe prej 50.000 euro. Le t'i prezantojmë kandidatët. Fatmir Hoti, Unik. Fatbarda Zenullau, Shkup. Isat Govori, Prishtin. Adjan Sejdiu, Kumanov. Burim Skënderi, Prizren. Gjemile Abazi, Shkup. Agron Maloku, Prishtin. Gjergji Robo, Koç. Ju uroj mirëseardhjen të dashur miq. Më vjen mirë që e ndihni dhe bëheni pjesë e show quizit më të famshëm në botë. Kush do të bëhet? Milioner! Bravo! Veçse duhet kuptojmë që nga 8 kandidatët vetëm njëri do të jetë pjesë e lojës në vazhdim. Dhe për këtë kemi gati lojën për gishtin më të shpejt. Ju do t'i përgjigjeni pyetje saktë dhe natyrisht më i shpejti do të ketë fatin për të qenë përballë për të vazhduar lojën. Atëherë ju lutem regjia, ja ku jemi me kandidatin e radhës. Gjergji Robo, vjen nga Korça, ka përfunduar për histori dhe ekonomi, 2 fakultete, Bravo. Punon si menaxher ku? Në një hotel në qytetin e Korçës. Po, bukur shumë. Ndërsa pjesëmarrjen në Milionere ka si dëshirë të madhe. Duke patur dëshirë, besoj se... Po, dëshirë thjesht për eksperiencë, domethënë, pastaj çmimi nuk ka rëndësi, sepse unë kam parë këtë emision edhe kam dëshirë të marr pjesë. Shumë i përgjigj. Përgjithësi kjo tregon që në farë mënyrë ka qenë gjatë gjithë kohës interesuar të lexosh, të kërkosh, të dish. Pastaj kuicet veç të tjerave janë një ushtrim shumë i mirë për trurin, apo jo? Sigurisht. Dhe si menaxher që je, ju keni ardhur shoqëruar? Unë kam ardhur shoqëruar nga e fejuara ime e ardhshme. E fejuara jote e ardhshme? Pse tani jeni në prova? Jo, faktikisht po bëjmë përgatitje për fejes. Gjithsesi ju përshëndes. Ju jeni? Paviola. Quhem Paviola. Fabiola. Paviola. Ola. Ola, po. Si e ke besimin, Gjergji do shkoj larg sot? Po shpresojmë. Domethënë, me aq sa e njeh si e parafejuar, se po ti ishe e fejuar, do flisje më ndryshe. Ha? Shpreson? Ndoshta po. Edhe unë ju uroj që ju të largoni këtë me rezultat sa më pozitiv. Atëre, Gjergji besoj se i njeh rregullat e lojës, po gjithsesi unë jam detyruar që t'u arrithem ato. Janë 15 pyetje, të ndara në 3 nivele, niveli i parë garantuar 250 euro, niveli i dytë 1750 euro dhe premiu e madhe me 50.000 euro. Njëkohësisht keni 3 faktorë ndihmës. Telefonoj një miku, ndihma e publikut, ky publik magjik që të shoqëron dhe mbështet në çdo moment dhe 50 me 50. Edhe natyrisht me premiun për 50.000 euro është ti nis rrugën për të bërë pra milioner! Është ajo kënga e famshme, zjarre, flak, brigate parë, ishte kohë e luftës e partizanëve. Atëre, Gjergji, jemi gati për të filluar garën? Po. Atëre, pyetja e parë. Nëse një objekt i vëm kazmën do të thotë se prishim, ndreqim, hapim, mbyllim. Përgjigjja ime përfundimtare është A, prishim. A, sakt. €25. Vazhdojmë. Pyetja e dytë. Çfarë mësimi zhvillohet në klasë nëse flitet për bemol, diezis dhe solfezh? Fizik, muzik, histori apo gjeografi? Unë e di përgjigjen e saktë, ajo është B-ja. Përfundimisht, përgjigjja përfundimtare është B, muzikë. E saktë. Dhe nuk do ta falja këtë se edhe nga Korça. Pra në këto momente ju jeni me 50 euro. Vazhdojmë pyetjen e tretë. Pyetja e tretë. Në kërkim të kujt është gjithmonë një reporter? Lajmit, arit, lavdis, dashurisë. Përgjigjja ime përfundimtare është A, lajmit. Sakt. Sakt. Ju në këto momente shkuat në 100 euro. Pyetja e katërt. Thirrja nën armë, nën kupton.
mobilizim ushtarak, ftesë për gjë, kërcënim, pengmarrje. Përgjigja ime përfundimtare është A. Mobilizim ushtarak. E ke për ushtrin? Jo. Sakt. Sakt përgjigja jote, sakt edhe s'ke për ushtrin. Bukur shumë, 150 euro kalojmë në pyetjen e 5. Romani Komisari Memo i Dritoa Gollit është ekranizuar me titullin pranë film I teti në bronz, shtigje lufte, malet me blerim mbuluar, prita. Gjergji, këtu në Shqipëri ke jetuar gjatë kësaj kohe apo jashtë shtetit? Në Shqipëri. Po këto filma janë dhënë stërdhën aq. Janë dhënë stërdhën, po mua po më ngatrohet për dialogjit e filmave përmendesh. Urdhro? Unë kujtoj vetëm I teti në bronz nga këto që kam kështu, që e kujtoj për momentin. Atëherë përgjigja jote përfundimtare është? Përgjigja ime përfundimtare është A. I teti në bronz. Përgjigja juaj përfundimtare I teti në bronz. Mërë Gjergji, çfarë të them mundëm, po gjithsesi unë dhe gjithë të tjerët mendojmë që të bëjmë pak pushim, kalojmë për pak minuta publicitet. E pra dashur miqja, kur I kthehemi sërish në show Quizin më të famshëm në botë, kush do të bëhet milioner, dhe jemi këtu me kandidatin e radhës, Gjergji Robo, I cili në këto momente sapo ka dhënë përgjigjen për pyetjen e 5. Romani Komisari Memo I Dritoa Gollit është ekranizuar me titullin I teti në bronz, shtigje lufte, male blerim mbuluar apo prita. Dha si përgjigje përfundimtare I teti në bronz. Kjo ishte përgjigja juaj. Mendon se je 100% I bindur se je I saktë në përgjigje? Dhe çfarë kujton nga ky film? Për shembull, më thuaj ndonjë emër aktori. Në emër aktorin kush ishte komisari Memo? Tash nuk më vjen ndërmend, po mbaj mend që kishin. Për shembull, kush ishte Sali Protopapa? E ke nga Korça. Nuk e mbaj mend për momentin. Por doçi! Është I madhi Piromani, morë zotëri. Piromani. Mevlan Shanaj, komisari Memo, Luan Ylka Mujo, Luan Bergjet Nelku, një emër që edhe pse nuk rron, është me të vërtet një emër I madh I teatrit dhe kinemas shqiptare. Është ekranizuar, pra është dhënë, është regjistruar më saktë në mjeshtri, filmi realizuar nga Viktor Gjika. Pra, në vitin 1970, gjithsesi dham këtë informacion më tepër për auditorin, më tepër për telespektatorin, ishte përgjigje e saktë. Ju në këto momente kaluat në 250 euro. Ju pra bëheni fitues I çekut të parë 250 euro. Faleminderit. Uroj të shkoni më lart. Faleminderit. Ola, si po të duket I parafejuari? Shumë mirë. Mirë. Gjergji, nuk e di kush është problemi që të krijon një lloj fobie, për shembull, nga kush ke frikë? Nga qenë, nga minjt, nga çfarë? Jo, qenë dhe minjt jo. Janë disa kafshë të tjera, kryesisht insektet. A insektet? Çfarë ke nga insektet? Kush? Po, ata që vështirë të gjenden në Shqipëri, domethënë, nuk e di. Për shembull, nuk e di, agrepi. Nga agrepi kam shumë frikë. Akrep kanë në Shqipëri sa të bësh festival po deshe, po. Akrepat, po ata të mëdhenj fare se. Po, se lexova në informacionin që ju keni dhënë, ju kanë piskuar një herë 7 grenza. Po, është e vërtet. Ku të kafshuan në Flori? Faktikisht ka qenë verë. Ka qenë verë. Ti do të piskojnë në dimër grenzat? Po në dimër jemi të veshur, nuk kanë të piskojnë, po. Ka qenë verë dhe unë po hecja diku ku një koshere grezas. Kalove ti para rrugës të grenzave të panë ato që do ky nga lagja jonë, bam. Po, në rregull, Gjergji, nëse do jeni fituesi 50.000 euro, çfarë do bëni me këtë shumë? Përveç asaj që 55.000 do ja jepni Olës. Gjëja e parë që do bëj është të bëj një udhëtim, por pasi të kem nxjerr pasaportën biometrike. Mirë shumë. Uroj që të shkosh sa më gjatë dhe pse mos të mbrish edhe në premion e madhe. Atëherë vazhdojmë me pyetjen në cilën ju automatikisht kalonin 350 euro, pyetja e 6. Përfundimi që del nga krahasimi I të ardhurave me shpenzimet
kur mbyllim një llogari quhet transakcion, bilanc, saldo, debi. Ju jeni menaxher apo jo? Po, por jo financier. Kur krahasohet të ardhurat me shpenzimet, në këtë rast del fitimi, që ka një firmë, domethënë krahasohen të ardhurat dhe heqim shpenzimet del fitimi. Kjo quhet bilanc në përgjithësi, edhe në këto muaj bëhet bilanci, mbyllja e bilanceve në firmat nga janari deri në mars. Atëherë përgjigjja juaj përfundimtare është Përgjigjja ime përfundimtare është bilanc, B. sakt. Mundohu të mos nxitohesh. Njëkohësisht ke ndihmat që mund t'i përdorësh, sepse realisht edhe niveli i pyetjeve sa vjen dhe vështirësohet. Vazhdojmë me pyetjen e 7. Cila nga këto skuadra sportive quhet Globetrotters? A. All Blacks, Dream Team i NBA, basketbollistët e Harlem, apo All-Star Game? Ke njohuri mbi basketbollin? Mbi shumë pak. Shumë pak. Nuk kam shumë njohuri për basketbollin. Prandaj doja të shfrytëzoja një ndihmë. Po, çfarë ndihme do ti? Doja të shfrytëzoja ndihmën 50 me 50. Po ku i ke dilemat që të vesh 50 me 50? Ku mendoni se jeni më afër? Nuk e di, ndoshta unë nuk kam dilema, por duke qenë se këtu përdoret fjala glob, mendoj se ka të bëj me All-Star Games ose Dream Team i NBA-t. Domethënë këtu unë në këto dy jam në dilemë. Por do të dëshiroja 50 me 50, jo 50 me 50. Atëherë regjia, ju lutem, dy versione të cilat janë më pak dobishme. Asnjëra nga ato që ju zgjodhët e nise me globin dhe e bëre globin lëmsh. Pra jemi tek All Blacks dhe basketbollistët e Harlem. Nuk e ke dëgjuar ndonjëherë këtë emër? Jo, faktikisht jo. Gjithsesi, unë një përgjigje doje. Mos u nxito. Duhet kuptosh, nëse ti e ndjen se nuk po ecën mirë dhe shikon që më tepër është ngjyra zi se sa ngjyra e jeshile, në cilën mund të shikosh. Mirë, po pyesim mirë publikun në këto dy alternativa që kanë Ndihmën e publikut. Po. Jeni gati për ndihmën ju? Bëjmë gati pultet telekomandën, publiku. Jemi gati. Atëre, pas variantit 50 me 50 ka ngelur dy alternativa, cila nga këto skuadra sportive quhet Globetrotters, All Blacks, basketbollistët e Harlem. Dua përgjigje të saktë. Jemi gati, votimi fillon tani. Të shikojmë që përgjigje ka dhënë publiku. 30% All Blacks dhe basketbollistët e Harlem 70%. Atëre po zgjedhim alternativën që ka zgjedhur dhe vetë publiku. Përgjigja ime përfundimtare është C, basketbollistët e Harlem. Basketbollistët e Harlem. I thuaj publikut faleminderit. Shumë faleminderit. Sakt. Vazhdojmë me pyetjen e 8. Ju në këto momente jeni me 500 euro në xhep. Mundohu mos nxitohesh, ke përdorur dy nga ndihmat, ke edhe një ndihmë tjetër të madhe. Vazhdojmë pyetjen tjetër. Pyetja e 8, cili kaloni 650 euro. Pyetja është: cila vegël përdoret për të matur në milimetra sasinë e ujit të shiut që bie në një vend të caktuar brenda një kohe të caktuar? Kronometri, pluviometri, barometri, spektroskopi. Barometri, me sa kam njohurit unë, përdoret për të matur trysnin. Kronometri përdoret kryesisht në atletik për të matur kohën.
Dhe unë jam pothuajse 100% i sigurt tek alternativa B, pluviometri. Pluviometri. Pra, Kështu që përgjigja juaj përfundimtare. përgjigja ime përfundimtare është B, pluviometri. B, pluviometri. Sakt. Ju kaluat në 650 euro. Vazhdoj me pyetjen e 9. Zbutja e gjendjes së acaruar në marrëdhënie diplomatike ndërkombëtare ose në mes dy shteteve njihet si detant, detencion, demision, garanci. Vetëm fjala garanci, vetëm alternativa garanci për mua është një fjalë e njohur. Tre të tjerat, nuk e di, unë si kam dëgjuar ndonjëherë. Për mua i shoh për herë të parë. Por në lajmet Nuk është dhe mundësia ndonjëherë të marrësh pjesë në zbutjen e marrëdhënieve midis dy Sigurisht. shteteve. Se ke të bësh. kjo nuk është një fushë, Po, ke domethënë. dëgjuar, ke lexuar. Kam lexuar, kam dëgjuar dhe sigurisht në ka sot në botë marrëdhënie diplomatike të acaruara. Gjithsesi, përdesë Dhe informacionin e sigurisht ke të cunguar. E kam dëgjuar si fjalë, domethënë që filan shtet domethënë ka dalë garant për një shtet tjetër, domethënë, po Po përsëri flasim për një veçori tjetër, për zbutjen e marrëdhënieve, acarimeve. Po gjithsesi, nëse nuk e di ti, mund ta dinë miqtë e tu. Ke edhe ndihmën tjetër. Është Telefonon thjesht një mikut, kështu që mund të përdorësh miq. faktikisht nuk mendoj se Mund të dinë ata. mund ta dinë ata këtë pyetje. Pse janë të katërt ushtar, Jo, absolutisht. Nuk janë të fushës. a nuk janë të fushës. Në qoftë se ti nuk ke dëshirë të përdorësh edhe variantin e miqve, ka dy element. Mendoj që mund të tërhiqesh ose pjesa tjetër të riskosh. Unë them që ta Nuk do ta ndëpres. përdorësh ndihmën e mikut. Nuk do ta përdor ndihmën Zot ta e mikut. përdorësh. Dhe mendoj se do të riqem. Domethënë do Përdore vllan, merre një herë vllan. Përdore ndihmën edhe po e shikon se nuk është i saktë as vllai, mund të vazhdosh të tërhiqesh përsëri. Po përdore. Atëre Gjergji, ta thrasim. po mirë. Ha? Po e marrim një vllaj. Atëre regjia, lutem na bëni lidhje me vllan e Gjergjit që quhet Ardian Robo. Ardian Robo. Ardian jesh i martuar apo beqar? Jo, është i fejuar. I fejuar ai. Po. Ai ka vënë vulën. E ka vënë punë. Mirë shumë. Mirë shumë. Alo, Alo, përshëndetje Ardian. shëndetje. Agronllaka jam, ju flas nga shoku kuizi më i famshëm në botë Kush do bëhet milioner. Përballë kam vllain tuaj Gjergji, i cili në një moment të zhvillimit të lojës ka nevojë për ndihmën tuaj. Ju çfarë profesioni keni Ardian? Urdhëro? Çfarë profesioni keni? Unë kam mbaruar, jam diplomuar për mësuesi, Po? për anglisht, domethënë mësuesi anglisht tu në Korçë. Jepni mësim apo Jo, aktualisht jo. mirë bën, çe do. Ka po duhet. Atëre, të kuptojemi, jemi në momentin që vllai juaj ka nevojë për ndihmën tuaj dhe ju Po, kaloj me po. një herë Gjergjin. Ardi, Ha Gjergji. pyetja është kjo, zbutja e gjendjes së acaruar në marrëdhënie diplomatike ndërkombëtare ose në mes dy shteteve njihet si detant, detencion, demision apo garanci? Futja e shteteve? Zbutja e marrëdhënieve të acaruara ndërmjet shteteve. Marrëdhënieve të acaruara midis shteteve, si quhet. Edhe 9 sekonda shpejt. Detencion, demision, garanci, detant. Detension, garanci. Shpejt. Megjithatë, kthehemi në versionin tuaj. Ju? Unë nuk kam asnjë alternativë që domethënë të ketë një përqindje të madhe të saktë. Kështu unë agron po të riqem nga gara me këtë shumë, sepse nuk mund të rrezikoj domethënë duke Normal, ditur të përgjigje. tërhiqesh nuk është turp. Edhe alternativën Duhet kuptojemi. e mikut e shfrytëzova, mirë po Pra, përgjigja juaj përfundimtare në këtë rast është që të riqem nga gara. tërhiqeni. Gjithë Keni fituar
650 euro. Jeni trequr. Në rast se, në themi, do kishit vazhduar, lojën do ishit përgjigjur pyetjes, çfarë varianti do kishit zgjedhur? Për mua do ishte alternativa D, garanci. D garanci? Duke Bëre qenë se- mirë që u troqe Gjergji se ishte përgjigje stër gabuar. Përgjigja e saktë është detant. Gjithsesi, faleminderit që ishte fiton. Unë të uroj gjithë të mirat, një fejes të shpejt, edhe pse në martes, dhe pasale të provoj shansin Ola një herë tjetër. E përcjellim Gjergjin duke ju uruar gjithë të mirat. Faleminderit dashurik. Kalofshi mirë, të fala Korçës.